A lutesh, po, ti e fitues. Ose Allahu ta pranon, ose një të keqe ta largon, ose ta rikthen të shpërblem për te në ditën e gjykimit. Në 3 raste ti e fitues. Atëherë dikush nga sahabët tha, idhen nuk thirr ja Rasulallah. Atëherë ne do t'i shtojmë duat edhe ma shumë, do të bëjmë dua edhe ma shumë, se ne nga gjitha anët do të fitojmë, do të lutemi edhe ma shumë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar. Allahu ka edhe ma shumë. Ne do të lutemi edhe ma shumë. Allahu ka edhe ma shumë. Allahu t'jep edhe ma shumë. Sa ju ka dhanë Allahu njerëzve deri tash. Llogarit prej Ademit a.s. deri në këtë kohë, deri në kiamet. Sa ju ka dhanë Allahu njerëzve? Sa ju ka dhanë? Me ngran, me pi, familje, fëmijë, pasuri, dunja, shëndet, të mira, çdo të mirë që njerëzit e kanë përjetuar deri sot, deri në kiamet, gjitha janë prej Allahut Azza wa Jall.